si të kaloj kufirin, që e di që jam Shqipëri, zemra malë më bëhet. Ka lëviz, po vetëm është bërë një tarifim për disa lloj shërbime Shazlongut, ku në Tale vazhdojnë të jetë me çmime rreth 300 lek, në Shëngjin 4 dhe 500 lek, edhe në disa ku për shembull ka lëviz me cilësi, por jo se janë rrit për shembull. Aty tek mes 400 deri në 700 lek janë çmimet e Shazlongut. Lezhë me datë 23 maj hapi sezonin turistik, një aktivitet i alternum për ofertën që ka Lezhë, duke ofru shërbimet hoteliere, duke ofru promocione në gastronomi. Lezhë ka një kuzhinë shumë mirë si detit për akroturizmit, ishin atë aktivitet, një panajir show, me të thënë drejtën, ato kuzhinjera ban një cooking show, jo vetëm, si me thënë në vitet me përpashën që mund kënë ban finger food me përvu gjatë vogla, kanë ban një show, një spektakel, ku më tregun që Lezhë ka taman kulinari, ka kuzhinë, por ka edhe një mikpritje të mirë. Ka çmime të arsyeshme, ka një plazh shumë të mirë, ranor të përshtatshëm për familjarët, kryesisht vitet e fundit shikojmë që ka rritje, ka dhe shërbime të mira, rritje cilësore edhe në shërbime. Kjo shkon paralelisht edhe me atë që po e pëlqejnë turistat. Duke qenë se kemi një bregdet nga Rana Hellun, Shëngjini që është kryesori, e deri në Tale, shikojmë që po rritet rëndësia për Lezhën, edhe ne si bashki e shikojmë në konsiderat shumë të rëndësishme që t'i shërbejmë nga ana e cilësisë, pastërtisë, por edhe të kemi kontakte me operator turistik që të kenë edhe një ofertë shumë mirë cilësore edhe me çmime të arsyeshme. Nga sondazhet që kemi bërë deri tani, edhe nga hapja që realizoi, ne shikojmë që janë hapur pothuajse 80% të shërbimeve, hotelet apo dhe restorantet, ku nuk kanë lëviz asnjë çmim nga vitet e mëparshme. Okej. Ky duhet jetë një lajm i mirë, besoj, për secilin. Është një lajm i mirë që sidomos edhe Kosova, që është ajo ma përzemërt ajo prej turistave dhe të interesuarve që vinë këtu, e ka një lidhje të mirë sepse rëndësia e dëshirës, mikpritjes, edhe kësaj në tradicionales që gjejnë këtu, e në një vetën si në shtëpi, po edhe me çmime shumë të arsyeshme, po edhe me plazhe shumë cilësore. Ne atë ditë në aktivitet ishim të përfshime, edhe me aktiviteti duke përfshi edhe si me thënë persona që edhe parashutat, Fanol Shala për shembull që Gjerasi nështë ata përshnes me ata parashutat e ti. Është me kimi dhe me ki emisioni shtë që padyshim. Ofroj për aktivitetin ton, parashutat Kosovë-Shqipni si bëjnë një lidhje dhe një energjizim shumë bukur kësaj marrëdhënie dy palëshe që kena nëpërmjet turizmit. Shazlongu do të ka lëviz çmimi i tij, ka lëviz, u tha që ushqimet, pijet 80% që është hapur gastronomia nuk ka lëviz. Nuk është se ka lëviz, po vetëm është bërë një tarifim për disa lloj shërbime Shazlongut, ku në Tale vazhdojnë të jetë me çmime rreth 300 lek, në Shëngjin 4 dhe 500 lek, edhe në disa ku për shembull ka lëviz me cilësi, por jo se janë rrit për shembull. Aty tek mes 400 deri në 700 lek janë çmimet e Shazlongut. Për shembull, nëse ti e dën më mirë për shembull, don një çadër të mirë, me shtraç më të mirë, por këto është mesatarja e çmimeve të Shazloneve. Dhe nuk ka një rritje që ndikon nesër edhe të turistat, ka hapësira publike edhe më tepër të do ketë këtë vjet, kjo se kanë dëshirë turistët marrin çadrat e tyre edhe dalin në hapësirat publike. Do të thotë turistët e kanë mundësinë që është shtuar, po thoni që është shtuar numri plazheve publike. Është shtuar numri plazheve publike, por ka edhe plazhe që thanë janë të menaxhuara nga bashkia me çmime të arsyeshme, ku thash varojnë të rreth 500 lek çadra për me gjithë Shazlone. Që për një familje besoj që është arsyeshme për pushimet e tyre. Mirë. Drejtor, këtë fillim qershori, padyshim Shëngjini së pari hap me një prej festivale më të mëdha në Evropë në një farë forme, padyshim.
Por pas ti, do të kemi festivale tjera, apo do të presim kështu migrimin e Kosovarëve dhe të tjerë drejt Lezhës, drejt Shëngjit? Me thonë drejten, normal që pas pak ditësh vjen edhe ajo që është çështja mitort Unum Festival, ku ka fut tani Shëngjin në hartën ndërkombëtare, ku edhe ato kanë fitu një çmim global për festivalin aq të mirë, aq famos që kanë bëha, dhe kjo në gjatë këtyre ditëve bëhet një qendër e krejt e turizmit të Ballkanit i herë po them. Nuk e di të numra sa mund shkojnë, por është një festival që jep atraktivitet Shëngjinit, që përveç Bregdetit, përveç plazhit, përveç kulinarisë, ju mund gjeni në Shëngjin edhe një agjend shumë të bukur të festave kulturore. Por do ketë edhe fundjavash, ne kemi disa aktivitete që i bëjmë e shtunga në fest, që janë në fokus të turistave, që në fundjavë të gjenë festa dhe aktivitete që të realizojnë ato pushime të tyre sa më atraktive. Përshëndetje edhe për juve. Si jeni, si kalut? Mirë, faleminderit, jo. Këtë verën e 2026 në Bregdetin shqiptar apo diku tjetër? Sigurisht në Bregdetin shqiptar, ku ma mirë se të në Shqipëria. Ku kaloj ma mirë. Në cilën plazh, në cilin vend? Po, ku do të thofë, në Durrës, në Vlorë, në Velipoj, Shëngjin, të gjitha janë vendet mrekullueshme. E çka është krejt kjo dashti? Çka ju duket mirë në për ato plazhe juve? Ta them të drejtën, si të kaloj kufirin, që e di që jam në Shqipëri, zemra mal më bëhet. Do më thonë, që ka një lidhje pak më shumë se sa Bregdeti, apo jo? Ndihem aq mirë, ndihem aq mrekullueshëm, nuk di ta përshkruaj. Po, neve pas luftës, asnjëherë, dhe pas thyrës kufinit shqiptarë, asnjëherë i jashtë Shqipënisë nuk kem konë pushim. Pse? Pse Shqipënia mas pari është vendi jonë që duhet ke mirë s'ke mirë. Fillimi s'ka konë mirë, tash vjen shumë herë, edhe shumë herë është duke u përmirësuar. Ati drejtorët veç i uroj suksese, edhe të punojnë edhe sa më shumë që jo vetëm na Kosovarët, por le të vinë edhe shumë njerëz të jashtit, edhe pse kanë filluar edhe aty të shkojnë. E sa për çmime, din ata ka njëherë, me rrit ka pak keme se farsenësh mirë, po unë për vete kam qef Shqipëni me shku gjithër. Shqipnin, zdo ta ndrën as këtë vit? Vija, zbesaj, nuk besaj. Po nëse zdo t'ishte Bregdeti shqiptar, ku do t'kalën e pushimet? Po mos të thëmë edhe si kore e mbat lovë. Po, Ulqinit që që kemi vizitu sa atje kemi vëllazër shqiptar, edhe në Ulqin keshim mujtë me shkua. Por Greqi, nuk isha shpreje absolut me shkua. Personalisht unë e kemi një farë brane që të 11 kilometra largë. Qyshe ku e emrin ajo? Brana për Lëpnicës e tojmë. Edhe qyteti furnizohet me ujë për aty hytë. Okej. Ka peshqi, ka qadra, vetë Allahi që i ka bo qadra, jam i pagu ka 500 lek. Jo me pagu natën 30 euro, jo do të me pagu bukën 10 euro. I hypi kjerët, ja qesmi 10 euro naft, dhe diqka i këthena për Lëpnic, me 3 shok, i shtim ka një 3-4 euro, edhe 17 herë ma mirë se në Shëngjin. Në thonë, kultura detare mikpritjes do të me ndryshu shumë, se për këtë çmimeve ndeti nuk shkohet më shëru, ndeti shkohet për qef. Shqiptarët, edhe që gruja që tha, si e ka kalej kofinin këtë ndryshen njënak. Une, veç kër e bëj men që komunizë për Shqipni, une knosna. Pas, Se? A? Se? Po qëse na qena ma djetër na neve, zemra na konë. Aha. Na ka kojt. Edhe qysh një është tash kër shkën qdo, nështë ta, po them, shkon më shpesh se një herë, apo jo?
E viziton Po, vallohen, me të kallëzu, drejt dyja e jam e bëhet. Cilin breg dhe cilin plazhe e viziton? O, që atje ka golem. Që atje i kena... Golem, jo, goler s'mëndër se goler s'ka sen, më goler dhe shkodra, mit. Ja, që ko golemi kë...